Shqipëria ka një seri zonash minerare të pasura me ato që njihen si lëndë të para kritike, që janë analizuar nga Fondacioni Evropian i Trajnimeve, pjesë e Bashkimit Evropian. Ky publikim që mat kapacitetet e vendeve sa i takon lëndëve të para, nënvizon rëndësinë që ka koordinimi mes vendeve si një garanci për Europën për lëndë të para të rëndësishme për industritë. Konkretisht, Shqipëria citohet për disa lloj materialesh të rëndësishme. Së pari, në studim përmendet kobalti, që në Shqipëri gjendet në zonat minerare të Pogradecit. Ky material me rëndësi të veçantë për bateritë me litium, që janë pjesë e rëndësishme e makinave elektrike dhe telefonave smart. Së dyti është bakri, me rezerva në zonën e Lezhës dhe Kukësit. I treti është feldspati, që në Shqipëri gjendet në zonën e Shkodrës dhe me rëndësi për sektorin e qeramikës, porcelanit dhe bojrave. Një tjetër material është nikeli, që në Shqipëri gjendet në Kukës, Devoll, Çervenak, Prenjas dhe Librazhd. Sipas ligjit të BE-s për lëndët e para kritike 2024, kërkesa e përgjithshme për lëndë të para pritet të rritet 6 fish deri në vitin 2030 dhe 7 fish deri në vitin 2050.